Këta persona janë ata që nuk arsyetohen e punën ta kryjnë, edhe nëse janë në burg. Ka shumë artistë që arsyetohen kur nuk prodhojnë se nuk i kanë pajisjet ose vendin e duhur ku me kriju, por disa të tjerë edhe në burg e gjejnë kohën për me kriju. Së fundmi e kena rastin e Tory Lanez, i cili po vjen me albumin e tij na Matri. E tu e di që në gusht viti 2023 u dënu me 10 vjet burg. Po, një kohë tepër e gjatë, le që s'bën as edhe një këngë, po as në studio nuk mundesh me shku. E albumi i ri Patterson është regjistru krejt në burg, do me thonë prej telefonit, po kjo është hera e parë që ndodh ky trep. How do I compete with that? Në vitin 2020, Drake the Ruler bashkë me producentin e tina Jug Season e regjistru në albumin komplet përmes telefonit. But don't sneak this on Draco, he with the shit. Projekti e ka emrin nga telefonia për të burgosurit GTL me emën Thank You for Using GTL. Out of me like, bitch, you wanna waste my life with Grand Theft Auto. E tjetër herë, kur mendon që nuk i ki kushtet e duhura për me kriju diçka, veç mendon që dikush ta merr bukën prej burgut. E ti gjatë asaj kohë sa menduesh, bëne follower banë femën krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.